Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Uthulla e mollës para gjumit bën mrekulli për trupin, nën problemet që trajton. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi sipas Brightside konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu do të sjellë shumë të mira për trupin dhe për organizmin, ku do të rëndisim disa prej tyre në këtë video. Ndihmon në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se cilësia e dobët e gjumit është e lidhur me obezitetin. Sa e rëndë mund të ketë kjo për një person, aq më shumë probleme ka ai me gjumin. Uthulla e mollës pengon në ruajtjen e yndyrës. Në disa studime është treguar se zvogëlon aftësinë e trupit për të kthyer karbohidrate në kalori, por gjithashtu zvogëlon oreksin ton. Kjo është për shkak të esencës së saj, pektinës, e cila intensifikon ndjenjen e lodhjes. Pra, kur këto dëshira na kapin pak para gjumit, uthulla është një zgjidhje. Vendosni një lugë çaji në një gotë me ujë, e tresni mirë dhe e konsumoni. Ajo ndalon gjithashtu ngarjen nga lemza. Me shijen e saj të thartuarit e kalon nervat në fytin ton që shkaktojnë lemz dhe kështu ata harrojnë nevojën për të. Vetëm gëlltisni një lugë çaji uthullmolle organike të tretur në një gotë me ujë. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të fytit. Bakteriet që shkaktojnë dhimbje të fytit nuk mund të mbijetojnë në mjediset acide të uthullës së mollës. Gjithashtu, uthulla e mollës ka veti antibakteriale. Provoni një orë para gjumit për të ngrënë një lugë gjedhe. Rifreskon pas një ore gjysmë dhe përsëri para se të bini në gjumë. Ju do të zgjoheni në të njëjtën mënyrë edhe më të lehtësuar. Ajo zhbllokon frymëmarrjen tuaj të bllokuar. Uthulla e mollës përmban vitaminën B1, B2, A dhe E, por gjithashtu potasium dhe magnezium. Të gjitha këto janë ideale për të luftuar mukozën dhe për të liruar frymëmarrjen tuaj. Para gjumit përzieni një lugë uthullmolle në një gotë me ujë. Eliminon djegjet e fytit. Djegja ndodh kur keni edhe disa lëngje gastrike, në mënyrë që ushqimi të shpërbëhet lëngjet në shkrirjen e stomakut ton dhe ka disa prej tyre që kthehen në mënyrë aksidentale në ezofag. Uthulla e mollës rikthen acidet e stomakut dhe ndalon ardhjen e lartë të lëngjeve në stomak. Një orë para shtratit përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë të madhe me ujë dhe pini atë. Ajo redukton gjithashtu dhimbjet gjatë gjumit. Zakonisht shkaqjet e dhimbjeve në këmbë gjatë gjumit zbulohen në mungesën e pijeve. Uthulla e mollës është e mbushur me potas dhe mund të rivendos nivelin e dëshiruar të potasit në trup nëse ju përzieni 2 lugme në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pini atë para gjumit. Zvogëlon sheqerna në gjakun tuaj. Sheqeri i lartë në gjak mund të jetë shkaku kryesor i pagjumësisë. Uthulla e mollës ul nivelin e tyre. Përdorni 2 lugë gjedhe para gjumit pasi të konsultoheni me mjekun tuaj. Frymëmarrje e pakëndshme. Kryesisht në mëngjes zgjoheni me frymëmarrje të pakëndshme dhe uthulla e mollës mund të shkatërrojë bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të gojës, por mbajeni të freskët para se të flini. Vetëm një lugë gjedhe uthullmolle tretur në një gotë me ujë është mjaftueshme para gjumit për të lehtësuar erën e pakëndshme të gojës në mëngjes. Ajo redukton dhimbjet në stomak. Përzieni një gotë me ujë të vakët me një lugë uthullmolle organike dhe lehtësoni stomakun dhe gëzoni për një gjumë më cilësor. Ajo lufton fryrjet e barkut. Gjithashtu, sogjenia ose gjumi i varfër shkojnë në paketë. Një lugë çaji uthullmolle dhe mjalt në një gotë me ujë të vakët një orë e gjysmë para gjumit ndihmon për të luftuar fryrjet, por gjithashtu do të lehtësojë edhe tretjen tuaj dhe do të sjellë gjithashtu një sër përfitimesh të mira. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjedhe uthullmolle në një filxhan me ujë. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse pini uthullmolle çdo ditë? Sipas ekspertëve të Brightside, do të rëndisim disa nga vlerat më të mira të saj. Si fillim, do të keni më pak probleme me stomakun.
Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomak, uthulla do të shërbejë si laksativ duke zgjidhur çështjet si konstipacioni. Ajo do të rregullojë gjithashtu pahashin. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Është e mirë gjithashtu kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Ajo ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të sheqerit në gjakk. Studimet sipas Delcajt kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës të tretur në ujë ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në gjakk. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit, efekt që zgjat deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe me uthull mollë në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Ai ndihmon për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe mbi të gjitha për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës ka shumë vlera, megjithatë përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të saj. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj. Si fillim, ekspertët rendisin një nga mënyrat më të mira që duhet të merrni uthullën e mollës. Ata e cilësojnë se uthulla e mollës ka një mënyrë shumë të mirë që të merret dhe gjithashtu të lehtësojë një komplikacionesh. Uthulla e mollës asesi nuk duhet të merret e patretur në ujë me një mënyrë që të lehtësojë problemet. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Mënyra e dur për të pirë uthull molle është të ta tresni në ujë. Gjithashtu, që të mbroni fytin dhe stomakun duhet ta tresni gjithmonë. E kur ta tresni në ujë, uthulla duhet të pihet nëpërmjet një pipze dhe më pas të prisni 30 minuta që të lani dhëmbët me furçë. Gjithashtu, mos e pini pas buke. Nëse keni zakon që të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha që të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e kohës, njerëzit besojnë në një paksim të lëngjeve gastrike, të cilat shpërbejnë edhe ushqime në stomak. Për rrjedhoj, uthulla e tretur në ujë duhet pirë përpara vaktit në mënyrë që të përmirësoni tretjen dhe të shmangni fryrjen e problemeve të tjera. Nëse nuk e pini dot ashtu, hidhni uthull në sallata dhe do të jetë më e lehtë. Gjithmonë tregoni më shumë kujdes me sasinë e pirjes së saj. Gjedha me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse do të filloni një regjim ku përfshihet konsumi i uthullës së mollës, është mirë të nisni ngadalë që t'jepni trupit kohë dhe mundësi të përshtatet me aciditetin dhe rregulli i artë është se nuk duhet të pini më shumë se 2 lugë uthull molle për çdo herë, në mënyrë që të mbroheni nga efektet anësore. Gjithashtu, mos pini uthull molle nëse keni ulçër në stomak. Uthulla e mollës ka një aciditet të lartë dhe si e tillë është e dëmshme për njerëzit që kanë probleme me stomakun, veçanërisht ata që vuajnë nga ulçra. Uthulla është irrituese për stomakun dhe mund të përkeçojë situatën. Ekspertët këshillojnë gjithmonë se nëse merrni medikamente të caktuara për shëndetin, atëherë para përdorimit të uthullës së mollës duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj dhe nuk duhet të hiqni dorë nga medikamentet tuaja për të përdorur uthullën e mollës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.